Qetësia është fuqi në një botë që lëviz me shpejtësinë e dritës, ku shurma, shpejtësia dhe impulsiviteti sundojnë, qetësia duket si një relike e humbur. Por pikërisht në këtë kaos qëndron një sekret i thellë dhe i lashtë, qetësia është fuqi. Fuqia për të parë qartë, për të menduar thellë, për të vepruar me urtësi dhe për të ndikuar me forcë të brendshme, jo me zhurmë të jashtme. Qetësia nuk është thjesht mungesë zhurme. Nuk është vetëm heshtje. Është një gjendje e brendshme, një armë e padukshme që forcon shpirtin dhe mendjen. Është toka pjellore mbi të cilën rriten forca, mençuria dhe leadershipi i vërtetë. Aty ku të tjerët humbasin rrugën në panik, ai që mbetet i qetë, fiton. Qetësia na jep fuqi mbi veten. Kur mbajmë qetësinë, kemi kontroll mbi emocionet tona. Ne nuk jemi më sklever të zemërimit, frikës apo dëshirave të momentit. Ne ngrihemi mbi to, si një kapiten që drejton anijen nëpër një stuj të egër. Një njeri i qetë nuk është një njeri pasiv, është një luftëtar i heshtur që ka fituar betejën më të vështirë, atë kundër vetes. Në çdo situatë të vështirë, aftësia për të ruajtur qetësinë është superfuqia që bën dallimin mes fitores dhe humbjes. Ata që veprojnë nën efektin e emocioneve të çrregullta, shpesh pendohen. Ata që veprojnë nga një vend qetësie, bëjnë zgjedhje që nderojnë veten dhe qëndrueshmërinë e tyre. Në momente tensioni, kur gjithçka brenda nesh kërkon të shpërthejë, mbajtja e qetësisë është një akt i lartë disipline. Është një akt force. Është një deklaratë që thotë, unë zotëroj veten. Qetësia na jep fuqi mbi të tjerët. Në një diskutim, ai që ruan qetësinë kontrollon bisedën. Në një krizë, ai që qëndron i qetë udhëheq. Kur të tjerët ngrenë zërin dhe humbasin kontrollin, qetësia jote bëhet një burim natyral autoriteti. Nuk ke nevojë të bërtasësh për të komanduar respekt, qetësia jote e bën këtë në mënyrë të natyrshme. Njerëzit tërhiqen nga ata që rrezatojnë qetësi. Sepse thellë brenda vetes, të gjithë kërkojnë siguri. Dhe qetësia është forma më e pastër e sigurisë. Nuk është rastësi që udhëheqësit më të mëdhenj janë të qetë në fytyrë edhe përballë katastrofave të mëdha. Është kjo qetësi që i bën njerëzit t'u besojnë. Ti ndjekin, ti dëgjojnë, në marrëdhënie, në biznes, në çdo ndërveprim njerëzor, qetësia është një magnet. Ajo fton, ajo ndikon, ajo fiton pa nevojë për imponim. Qetësia është themeli i mençurisë, mendimi i thellë lind në qetësi. Nuk mund të dëgjosh mendjen tënde në mes të shurmës. Nuk mund të ndjesh zërin e së vërtetës në mes të britmave të botës. Qetësia është vendi ku ne takohemi me mençurinë tonë të vërtetë. Në qetësi, shohim gjërat siç janë, pa filtra, pa iluzione. Në qetësi, kuptojmë më thellë motivet tona, nevojat tona, rrugët tona. Kur jemi të qetë, ne e dëgjojmë realitetin, dhe kjo është forca më e madhe për të marrë vendime të mençura. Shpesh, nxitimi dhe nxitimi na çojnë drejt gabimeve fatale. Nëse do të ndaleshim, do të merrnim frymë thellë dhe do të lejonim qetësinë të fliste, shumë nga ato gabime nuk do të ndodhnin kurrë. Sepse përgjigjet e vërteta, zgjidhjet më të mira, vijnë nga një mendje e qetë. Qetësia është një formë e lirisë. Kur je i qetë, je i lirë. Je i lirë nga presioni i momentit, nga ndikimi i turmës, nga manipulimi i frikës. Je i lirë të zgjedhësh, jo të detyrohesh. Je i lirë të mendosh, jo vetëm të reagosh. Shumë njerëz jetojnë si të robëruar nga emocionet dhe ngjarjet që i rrethojnë. Ata reagojnë në mënyrë impulsive ndaj gjithçkaje që ndodh. Ata janë sklever të çdo ndryshimi të vogël në atmosferë. Por ai që mban qetësinë është sovran mbi veten. Ai është zoti i rrugës së tij. Qetësia është forca që nuk mund të ndalet në një përplasje. Forca brutale mund të thyejë momentalisht, por qetësia triumfon në afatgjallë. Sepse qetësia është qëndrueshmëri. Është rezistencë. Është durim i palëkundur. Është vullnet që nuk thyet nga rrethanat e jashtme. Historia na mëson se njerëzit që ndryshuan botën nuk ishin gjithmonë më të zhurmshmit, por shpesh ishin më të qetët. Ata që qëndronin të palëkundur ndërsa gjithçka tjetër lëkundej rreth tyre.
Ata që kishin forcën të dëgjonin, të mendonin dhe të vepronin me urtësi, jo me nxitim, si të kultivosh qetësinë. Qetësia nuk është diçka që ndodh rastësisht. Është një praktikë. Është një vendim i përditshëm për të mos u dorëzuar ndaj stuhive të jashtme apo të brendshme. Është një ushtrim i vazhdueshëm i disiplinës dhe vetdijes. Këtu janë disa mënyra për ta kultivuar qetësinë. Frymëmarrja e vetëdijshme. Kur ndjen që po të pushton ankthi, ndalo. Merr disa frymë thella, të ngadalta. Çdo frymëmarrje është një kthim drejt qetësisë. Mos u përgjigj menjëherë. Jepi vetes pak kohë përpara se të reagosh ndaj provokimeve ose vendimeve të rëndësishme. Një pauzë e vogël mund të shpëtojë shumë. Meditimi dhe reflektimi. Dediko kohë çdo ditë për të qenë thjesht në qetësi me veten. Pa celular, pa zhurma, pa shpërqendrime. Thjesht ti dhe vetja jote. Praktiko vetkontrollin. Vendos të mos reagosh për çdo gjë që ndodh. Jo gjithçka kërkon përgjigje të menjëhershme. Disa gjëra duhen lënë të kalojnë. Ndërto një mentalitet të fortë. Kupto se forca jote nuk vjen nga reagimi, por nga përmbajtja. Nga qëndrueshmëria. Nga thellësia. Qetësia si armë në kohë sfidash. Në kohë sfidash të mëdha, qetësia është armatura jote. Kur të tjerët dorëzohen ndaj panikut, ti mbetesh i qartë. Kur të tjerët humbin fokusin, ti vazhdon përpara me sy të kthjellët. Në momentet më të errëta, qetësia është drita që udhëheq. Është besimi që nuk tundet, është forca që rritet kur të tjerët thyhen. Mos e nënvlerëso kur fuqinë e qetësisë. Është ajo që të mban të gjallë kur të gjitha rrethanat të thonë të dorëzohesh. Është ajo që të mban të fortë kur të gjithë të tjerët bien. Qetësia si strategji e suksesit në çdo fushë të jetës, në biznes, në marrëdhënie, në art, në sport. Ata që arrin lartësitë më të mëdha janë ata që dinë të ruajnë qetësinë nën presion. Qetësia ju lejon të shihni mundësitë atje ku të tjerët shohin vetëm rreziqe. Ju lejon të qëndroni të fokusuar kur të tjerët shpërqendrohen. Ju lejon të mbani energjinë tuaj të përqendruar në qëllimin tuaj, në vend që ta shpërdoroni në reagime të kota. Një mendje e qetë është një mendje e mprehë. Një zemër e qetë është një zemër e fortë. Një shpirt i qetë është një shpirt i pathyeshëm. Në fund, qetësia është forca më e madhe që mund të zotërosh. Në një botë që të nxit të bërtasësh, zgjidh të flasësh me qetësi. Në një botë që të nxit të reagosh, zgjidh të mendosh. Në një botë që të kërkon të nxitohesh, zgjidh të ecësh me mendje të kthjellët. Qetësia është një shenjë pjekurie. Është një shenjë force. Është një shenjë leadershipi. Por mbi të gjitha, është një shenjë e vërtetë e lirisë tënde të brendshme. Nuk ka armë më të fortë se një shpirt i qetë në një botë të shqetësuar. Kultivo qetësinë tënde. Bëje atë fortesën tënde. Dhe do të shohësh se ndërsa bota përreth teje lëkundet dhe dridhet, ti qëndron si një mal i palëkundur, i fuqishëm, i lirë.